Në Bashkimin Demokratik për Integrim edhe sot heshtje lidhur me anashkalimin e shqiptarëve nga Agjencia për Investimet e Huaja. Askush nga BDI-ja tani 3 ditë me radhë nuk komenton konkursin e fundit e kësaj agjencie për promotor ekonomik, ku nuk është pranuar asnjë shqiptar, vetëm në periudhën e fundit që kur agjencia ka mbetur pa drejtor për shkak të mosemërimit të drejtorëve të BDI-s. Zëvendës drejtori Klimen Shekerovski ka shpallur 3 konkurse, 2 për promotor ekonomik dhe 1 për administrator. Në të 3 konkurset nuk është pranuar asnjë shqiptar. Ndryshe, mediat në gjuhën maqedonase shkruanin para disa ditësh se BDI-ja ka propozuar madje 3 herë drejtor për Agjencinë për Investimet të Huaja, por që të 3 emrat janë refuzuar nga kryeministri Nikola Gruevski. Ky informacion deri tani nuk është konfirmuar, por as demantuar nga partnerët e koalicionit. Mbetet enigmë edhe çështja e mosprononcimit për vende tjera vakante të drejtorëve që i takojnë pikërisht BDI-s, ndërkohë që këto momente i kanë shfrytëzuar mirë zëvendës drejtorët e VMRO DPMNE-s, duke shpallur konkurse dhe duke punësuar përfaqësues vetëm të palës maqedonase.